Të dashur qytetarë të Biliqit, faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq të përzemërt, kur kemi hyrë në javën e fundit drejt balotazhit këtu, që do ta nxjerr fitimtar kandidatin ton, kryetarin e ardhshëm Halil Thaçin. E pse Halil Thaçi duhet të fitoj e do të fitoj, tregon mas miri raundi i parë. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, në vitin 2021, vetëvendosja në Biliq, në Kastriot, për kuvend komunal, ka dalë me një rezultat 4 asambleista. E nga 12 tetori, 9 asambleista. Ma shumë se 2%. E kjo është here e fundit që Halil Thaçi fiton balotazh, se herën e ardhshme Halil Thaçi fiton pa balotazh. E që Halil Thaçi fiton pa balotazh për shkak të qeverisjes mbarë të mirë që do të bëj, e dëshmojnë kryetarët e vetëvendosjes ku i kemi në ato komuna që kanë fitu pa balotazh, e sot janë mesin tuaj Shpejtim Bulliqi prej Podujevës dhe Qemal Aliu prej Shtimës. Veç një herë duhet të qeverisë vetëvendosja, se më pastaj fitoria bëhet pa balotazh. E Halil Thaçin e keni gjetë mesin tuaj si një punëtor i zellshëm, patriot i ndershëm dhe veprimtar politik në radhët e vetëvendosjes, që nuk është ndalur kur pavarësisht funksionit që ka pasur dhe vështirësive me të cilat është ballafaquar. Andaj faleminderit shumë Halil për këtë kontribut dhe qëndrueshmëri tënde. Qeverisja jonë qendrore e ka dëshmuar veten në çdo aspekt për fuqizimin e ushtrisë tonë, ku kemi ma shumë se 2% të numrit të ushtarëve, oficerëve e nën-oficerëve në përgjithësi, kemi 4% të investimeve për armatim, e gjithashtu kemi shumë fishim të bugjeteve për trajnime të ndryshme të ushtarakëve tonë. Kur udhëton shteti i Kosovës jashtë vendit, mbi 80% janë ushtarë tonë. Nuk janë zyrtarët e shtetit, a politikanët e qeverisë. Pjesën më të madhe të udhëtimeve jashtë vendit ja kemi rezervu Forcës Sigurisë Kosovës që të marrë përvoja, t'i bëj trajnimet dhe të jetë e aftë për t'i dalë zot atë dheut tonë përbashkët. Edhe në aspektin ndërkombëtar, Kosova po përjeton gjithnjë më shumë ngritje të reputacionit sa i përket demokracisë, lirive të njeriut e civile, të drejtave politike, por gjithashtu edhe sa i përket luftimit të korrupsionit. Në vitin 2021 e kemi trashëguar një gjendje ku deficiti buxhetor ka qenë mbi 500 milion euro. Mbi 500 milion euro ka qenë deficiti buxhetor. Sot nuk është as 25 milion euro. Mbi 140 milion euro kanë qenë borxhet ndaj operatorëve të ndryshëm ekonomik. Tash nuk janë as 30 milion euro. Pra, edhe kemi zvoglu deficitin buxhetor, edhe kemi zvoglu borxhet ndaj operatorëve ekonomik, e kemi borxhin publik si përqindje të bruto produktit vendor ma të ultin në Evropë, vetëm 17%, dhe a dini çka? Buxhetin të cilin e kena gjetë 2.4 miliard, vitin e ardhshëm bëhet 4 miliard. Qysh ka qenë kjo e mundur? Kjo ka qenë e mundur se spari e kemi ndalë korrupsionin. Ju kemi thënë të gjithë kolegëve në qeveri e në kuvend, aktivistave anë e mbonë,
politika, pushteti nuk është për pasurim të vetës. Kush e ka qef pasurimin, provojeni dijen, shkatësin dhe fatin në biznes. Ndërkaq, në zyrat e shtetit duhet të shërbesh. Dhe nga shërbimi përfiton përmbushje shpirtënore, por jo pasurim material. Dhe kjo ndalje e korrupsionit ka bërë që të rritet buxheti i shtetit. Pra, luftën kundër korrupsionit e kemi shndruar në rritje ekonomike. Ky është faktori i parë. Secili prej juve e din prej shtëpisë juaj që në një thes i cili është i çkym badihova gjun sanën to, se rrjedh. Është domosdoshme një herë me qep thesin. Me qep thesin që çka do të qetë në thes, me jetë në thes, jo me dal jashtë thesit. E tash neve na duhet me pranu që kur e kena marrë gjilponën me qep thesin, unin do piskoma. I kish pas dur dikush aty. Kështu që kur të nini këta tu piskot kundër meje, kundër Halilit e kundër zyrtarëve të tjerë të vendosjes, dijeni si janë qasi që pa qëllim ja u kena shpu durt me gjilpon se i kanë pas aty të vrima e shkyer e thesit që na kena qetë. Po këtë rritje ekonomike nuk e kena mojt për shtet, e kena shpërnda në shoqëri. Pensionet që i kemi gjetë 90 euro, bazikit moshës, pra kush është 65 vjeç, tash jenë bo 150 euro, njëri pa të mrit 100, 120, tash 150. Mandej kemi gjithashtu edhe rritje të shtesave për fëmijë, për nonat lehona, për pushimin e lehonis. Familja që i ka 2 fëmijë i merr nga 20 euro, po me rritjen e fundit nga 30 euro për fëmijë, pra 40 euro në muj, tash bëhet 60 euro në muj, dhe kush i ka pas për shembull 3 fëmijë. I ka pas 3 fëmijë, ka 30 euro, i ka marrë 90 euro. Por tash i merr edhe 50% ma shumë, i merr 135 euro. Sa ma shumë fëmijë, aq ma shumë mbështetje, se në atë familje nevoja është ma e madhe. Është domosdoshme aty ku fëmijët janë ma shumë të ndihmon shteti ma shumë. Se fëmijët e juaj nuk janë veçantarë të familjes, po janë edhe qytetarë të Republikës. Dhe shtetin me qeverinë tonë, me mua e me Halilin këtu, nesër sekretar komune, do ta keni gjithmonë pranë. Kemi bërë edhe siguri energjetike përmes investimeve në KEK, 56 milion euro për modernizimin e termocentralit Kosova B, që është investimi më i madh i tij ndonjëherë që prej se është ndërtuar. Kemi investu në shkolla e në spitale, spital pas spitali, sepse paraprakisht klinik pas klinike, dhe të gjitha këto të mira jënë dje edhe në komunën e Obiliqit. Po i përmendit disa. Shtesat këtu janë marrë nga gati 1300 nëna lehona dhe mbi 6500 fëmijë që e kanë përmirësu mirëqenjen familjare. Punësim ka pas për rreth 203 prej moshës 18 dhe 29 vjeç përmes superpunës, një qerdhe e re në Miloshev për 80 fëmijë, dhe një tjetër që pëndërtohet Mazgjet për 100 fëmijë. Sa ma shumë që shkojnë fëmijët në qerdhe, nonat fitojnë ma shumë kohë për veten e tyne, ndoshta na njona më kthyn tregun e punës, ose me vazhdu fakultetin që e kalon gjys, ose me regjistru një fakultet të ri, por edhe për fëmijët është ma mirë, se ka studimet pa numërta që tregojnë sa ma herët fëmija që fillon me u eduku në qerdhe, qaq ma të madhe e ka mësimdhënien, ngritjen intelektuale dhe avancimin në karrierë kur të rritet një ditë. Prandaj qerdhet janë shumë të rëndësishme e Halili e kupton e do ta bëj këtë. Prandaj qeveria jonë qendrore në bashkëpunim me kryetarin e ardhshëm Halil Thaqin, këtu në Obiliq do të ndërtojmë një qerdhe të reja në 4 lokacione
të komunës, në Dardhëisht, në Lajthisht, në Breznic edhe në Obiliq të vjetër. Pra 4 qerve të reja të tij. Gjatë kësaj periudhe të qeverisjes son, janë pranu 745 punëtor të ri në Kek. Prej këtyne 745 punëtorëve të ri, 400 janë nga Obiliqi, pra ma shumë se gjysa. Kjo nuk është kurfar trajtimi preferencial, kjo është drejtësi sociale. Drejtësia nuk ndodh veç në gjykata, kur ki probleme, se shpesh edhe s'po ndodh dhe kur shkesh atje. Po drejtësia është sociale, në shoqëni, para se me shku në gjykata. Me politika barazimtare e zhvillimore. Pra kjo është punësim me merit. Kush ma mirë se banorët e Kastriotit se ju e njihni Kekun edhe terenin e tij. Kush punon me zell për Kekun, sikurse banorët e Obiliqit. Prandaj është merit e juaja edhe është nevojë e vetë Kekut që të ketë ma shumë të punësuar prej Obiliqit. Për shumë gjatë Obiliqi është majt peng i interesave të ngushta e të huja, i pushteteve të cilët kanë ndru po për mos me ndru gjendjen, e me 9 nëntor nis koha për një qeverisje që punon për njerëzit edhe brengat e tyre. Sin Podujev, sin Shtime, sin Kamenic, Engjelan, edhe këtu ndryshimi është i mundur. Obiliqi meriton modernizim, shërbime publike të barabarta, zhvillim të planifikuar dhe të qëndrueshëm dhe hapësira të cilat i shërbejnë komunitetit pa dallim. Obiliqi do të jetë pjesë e zonës metropolitane të Prishtinës, që e përfshin edhe Podujevën, edhe Fushkosovën, por edhe Graçanicën. Në Prishtinë janë krijuar fyta të ngushtë edhe kaos urban. Është domosdoshme që për të rregulluar Prishtina dhe komunat fqinje të Prishtinës, Prishtina të mendohet si ma e madhe se vetvetja. Lidhja Prishtinë-Obiliq, Prishtinë-Fushkosovë, Prishtinë-Graçanic, Prishtinë-Podujev, Prishtinë-Vushtre, të gjitha këto janë të rëndësishme në mënyrë që ta eliminojmë fytyn e ngushtë, ta bëjmë edhe kryeqytetin ma funksional, e në të njëjtën kohë edhe komunat rrotull të kësaj zone metropolitane të përfitojnë. Prandaj është për neve rëndësishme që jo vetëm fitojmë të në Obiliq, po të fitojmë edhe në Prishtinë. E nëse e keni dikon atje, nëse e keni dikon të familjes, të farefisit, atë njohur që është nga Obiliqi, po është banori Prishtinës, ju të regoni që edhe atje e kemi numrin e njëjtë, 105, këtu Halil, atje Hajrullah, Halil Thoqi, Hajrullah Qeku. Kjo do t'jetë shumë mirë për bizneset e vogla, për ata që prodhojnë e dojnë me shit sa ma shumë në kryeqytet, por edhe për fermerët, pra për bujqit. Një projekt madhor këtu në Obiliq, që veç është në proces e sipër, është kogenerimi. Aty janë investu 13 milion euro drejt tani, ndërka që projektin tërësi arrin vlerën 15 milion euro. Kryetari aktual, edhe najtë ditë, kishte premtuar që ky projekt do të realizohet deri në fund mandatit tij. Projekti nuk ka përfunduar, po mandati atij po i përfundon. E pas 9 nëntorit nis një mandat i ri i Halil Thoqit kryetar që e realizon projektin e kogenerimit dhe sigurohet që çdo euro të shkojnë shërbim qytetarëve e kur më të individëve të përveçëm apo të interesave të ngushta. Obiliqi do të jetë edhe qyteti i sportit dhe i rinisë aktive, stadiumi Agron Roma do të rindërtohet dhe do të shndrohet në qendër moderne, sportive dhe kulturore. Me fushë, 3 tribina, ndriçim, hapësira për klub dhe për të rinjt.
Krahas kësaj, secili klub sportiv aktiv do të mbështetet për çdo vit me 20.000 euro për pajisje, trajnim dhe për gara. Do të përkrahen ekipet e vajzave dhe grave për barazit vërtet edhe në sport. Ky nuk është veç investim në infrastrukturë, është investim edhe në shëndetin e qytetit dhe në energjinë e rinisë, sepse sa më aktive rinia, aq më e shëndetshme do të jetë ajo edhe në kuptimin fizik edhe mendor. Blegtoria e dim që është shtyll e jetës rurale, për fermerët tonë puna e tokës është dinjitet. Prandaj do ta zbatojmë një program të posaçëm të subvencionimit për familjet që mbajnë deri në 60 krerë lopë qumshtore. Do të rritet prodhimi vendor i qumshtit, do të përmirësohen kushtet e mbarshtimit, do të stabilizohen të ardhurat e fermerëve dhe do të hapet tregu i garantuar. Gjithashtu, përveç produkteve të qumshtit, janë edhe produktet e mishit. Meqense, sipas ministrit të bujqësisë, Faton Pecit, nëse e keni dikon Mitrovic, edhe atje e kena numrin 105. Sipas Faton Pecit, 250 milion euro mish qytetarët e Kosovës hajnë vit, pjesa më e madhe është import. Nuk ka bujqësi pa blegtori. E nëpërmjet blegtorisë nuk e fitojmë vetëm qumshtin dhe produktet e tij, por edhe mishin edhe produktet e tij. Andaj është një hapësirë shumë e madhe me i zavendësu importet me prodhim vendor blegtoral, e këtë do ta bëjmë edhe këtu në Obiliq tek ju. Pra, me Halil Thaqin i shtohet energji qytetit e komunës si pushtet. Çdo projekt me Halilin do ta ketë mbështetjen e qeverisë qendrore dhe timen personalisht, për shkak se besoj në vizionin e tij, e kam parë duke punuar. Dhe dim që Obiliqi nuk ka nevojë për riparimet vjetra, po për rinovim me Halilin. E tash, ju e dini që po të mos bëheshin disa pazare e kumari, Halili kish fitu edhe pa baletazh. Fatkeqësisht, kundër kandidati, LDK-ja këtu në Obiliq është dyqysh si priza pa rrym. Është aty, po s'ka energji. E neve na duhet energji. Energjia e ka i numëri 105 edhe i ka i emër Halil Thaqin këtë zgjedhje e baletazh. Pak e shkuptime, po rruga e LDK-s është rrugë jeve që e vjetër, po aq e vjetër sepse vjetruar sa që stërvjetruar. E neve na duhet diçka fort e re, e besoni me vetëvendosjen këtu në Obiliq e me Halilin në krye e kena gjetë, veç duhet ta votojmë në mënyrë masive me datën 9 nëntor këtë diel, kur përveç se votojmë bashk, gjithashtu dhe fitojmë e festojmë bashk, e aktivistat tonë që kanë punu shumë, letë mos ndalen deri të dielën, por letë mos ndalen as pas të dielës, se do të më na përgatit një fest të madhe këtu në Obiliq për ta premtuar fitoren e Halilit dhe gjithve juve bashkë. Obiliqi e dha dritën për Kosovën, tani është koha që drita të kthehet për Kastriotin. Obiliqi nuk duhet të jetë thjesht zonë e veçantë formalisht, por shembull konkret e praktik e i veçantë i zhvillimit. Obiliqi i djeshëm prodhonte energji për gjithë Kosovën, mirë po Kastrioti i nesër me Halil Thaqin kryetar
prodhon zhvillim për vetveten. Unë dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, po vi prej Vushtrisë tek ju, e prej jush do të shkoj në Bardh Madh në Fushë Kosovë. Në Vushtri. Në Vushtri, në balotazh këtë diel po fiton doktor Sulejman Meulli. E çka me i thonë Valon Prebrezës në Fushë Kosovë, apo fiton Nobilisht, a do t'jetë kryetari Kastriotit Halil Thaçi. Faleminderit shumë. E miru pofshim në përtakime e tubime drejt fitores të madhe të vetëvendosjes të Halilit e të Kastriotit të ndashur. Faleminderit.